Ishin dikur dy shokë që jetonin në të njëjtin vend. Në një moshë caktuar, rrugët e tyre u ndanë dhe morën drejtime të ndryshme. Njëri prej tyre u bë njeri shumë i rëndësishëm, saqë emri i tij i është përmendur edhe në Kuranin famlar. Kurse sa i përket shokut tjetër, e vetmja gjë që kishte ndryshuar tek ai ishte mosha, paraqitja dhe vitet, sepse si njeri ai nuk bëri progres në jetën e tij. Gjatë gjithë kohës merrej me të tjerët, me të metat e tjerëve, dhe jo me veten e tij. Kur jeta ju ngushtua, ai u nis për udhtim. Rrugës u ndal një vend dhe pa një tubim të madh njerëzish të cilët po dëgjonin me vëmendje dhe dashuri një njeri që fliste për sunduesin e gjithësisë. Udhëtari u afrua dhe u habit. Zëri i ligjëruesit i duke i njohur. U afrua dhe nuk po u beson të syve. Njeriu që po ligjëronte ishte shoku i tij i fëmirisë. Tani më shumë ju shtua habia dhe kureshtja se si ishte mundur që shoku i tij të kishte këtë famë, sa që qindra njerëz ishin mbledhur dhe dëgjonin me një dashuri shumë të madhe. Ai vendosi të pres përfundimin e ligjëratës dhe ta pyeste nga afër shokun e tij, sepse ai ishte i suksesshëm dhe ky doli i dështuar. Priti mbi 2 orë me durim e sakrificë dhe më në fund e takoi dhe i tha: "Ju kujtohet?" Njeriu i cili po ligjëronte e pa dhe i tha: "Po, ti ke qenë shoku im i fëmirisë", dhe i dha një përshëndetje të ngrohtë. Njeriu i cili kishte dështuar i tha shokut të tij: "Si ka mundësi që ti je kaq i suksesshëm dhe unë jam i njëjti, nuk kam ndryshuar fare?" Ai me qetësi i tha: "Gjatë gjithë jetës sime nuk kam pasur asnjëherë kohë që të merrem me jetën e të tjerëve, sepse koha e shkurtër më ka mjaftuar të merresha me veten time. Gjithmonë jam marrë me të metat e vetes time. Çdo ditë punoja që të isha një njeri i rregullt, i sjellshëm dhe besimtar. Punova shumë duke përmirësuar veten dhe nuk lejova asnjëherë veten time të merresha me jetën e dikujt tjetër." Shoku i dytë e pa dhe i tha: "Kjo qenë ka një ndër arsyet kryesore të suksesit tënd, sepse unë gjatë tërë jetës nuk kam ecur përpara. Gjithmonë merresha me jetët e tjerëve, i përgojoja ata, i diskutoja dështimet dhe sukseset e tyre, dhe kjo humbje e madhe e kohës më bëri të harroj veten time, të harroj të metat e mia të shumta të cilët kërkojnë përmirësim." Njeriu i suksesshëm ishte Lukmani, të cilin e përmend krijuesi i gjithësisë në Kuranin famlar. Zoti na e mundsoft të ecim në rrugën e drejtë. Zoti na i fal të gjitha gabimet e jetës. Amin.